Zgjedhja e kësaj vepre prej meje nuk është bërë për egzotizëm, domethënë, por pikërisht për mesazhet që ajo përcjell, dhe kjo ndodh vetëm me veprat e mëdha. Shkrimtarët e mëdhenj, veprat e mëdha gjithmonë janë të tilla pikërisht sepse rezonojnë në kohë, i thyejnë, të themi, dimensionet kohore dhe të magjepsin me mesazhet që transmetojnë. 12 burrat zemëruar është një proces gjyqësor që bëhet nga gjyqtar në thonjza jo profesionist, me siguri e dini se si funksionon në Amerikë sistemi drejtësisë. Me antar jurie. Domethënë, mbasi kryhet procesi, domethënë, hetimor nga profesionistë të vërtetë të fushës, 12 antar nga juria popullore, të cilët zgjidhen në mënyrë arbitrare, me formacione të ndryshme shoqërore, me formim të ndryshëm kulturor, atyre asistojnë në këtë proces gjyqësor në hetim dhe njëkohësisht ata, të themi, marrin të gjithë materialet e nevojshme për të diskutuar dhe për të dhënë vendimin e tyre për një rast të caktuar.